duhet tani këtu të hedh ndaj qeverisë shqiptare, po natyrisht që si thua gishti shkon aty ku të dhem, domethënë Shqipëria të duhet ndërmerrte masa vetmbrojtëse dhe këtë në bashkëpunim intenziv me Shtetet Bashkuara të Amerikës. Po në anën tjetër, për hir të korrekcisë duhet të themi që në vitin 2012 iranianët kanë sulmuar bankat amerikane, është sulmuar pastaj Izraeli, është tentuar të ndërhyhet në sistemin e ujësjellësit në Izrael për të rritur nivelin e klorit. Ka pasur sulme ndaj parlamentit britanik. Domethënë këto janë gjëra të përditshme, sepse siç e thash edhe më herët, Irani është një fuqi jashtëzakonisht destruktive, një regjim jashtëzakonisht armiqësor ndaj shteteve të cilat i piketon si shtete që janë aleate me Shtetet Bashkuara të Amerikës. Natyrisht, po them thojza ai satani kryesor janë Shtetet Bashkuara të Amerikës dhe doktrina shtetërore e qeverisë, pushtetit iranian është shkatërimi i Izraelit, shkatërimi i Shtetit Bashkuara të Amerikës, në këtë drejtim natyrisht që nuk ka ndonjë ngurrim nga regjimi i Iranit për të përdorur çdo mjet për të dëmtuar shtetet e tjera, mes tyre edhe Shqipërinë.